Jeta dhe përditshmëria e fëmijëve me autizëm dhe ndihma psikologjike apo mbështetja psikologjike e familjes është tema që do ta trajtojmë në episodin e sotëm. Autizmi, të nderuar miq, i njohur profesionalisht si çrregullim i spektrit autik, është një çrregullim i cili ndikon në komunikim, ndërveprim social dhe në sjellje, por përtej kësaj, këto përkufizime klinike na tregojnë se kemi edhe histori të fëmijëve me potencial, të prindërve me sfida të mëdha dhe të familjeve që çdo ditë ata përpiqen të përshtaten, të forcohen dhe të duan ndryshe. E për të kuptuar më në detaje këtë realitet, unë sot kam kënaqësinë të mirëpres në studio psikologën e fëmijëve zonjën Mirjeta Pestisha, e cila do të na ndihmoj të shohim jo vetëm sfidat, por edhe rrugën drejt mbështetjes dhe shpresës. Zonja Pestisha, fillimisht faleminderit që keni ndarë kohën të jeni në studion e Radio Kosovës dhe të trajtojmë këtë temë që unë po them është goxha e ndihshme për publikun. Së pare, ju faleminderit për ftesën dhe natyrisht temat e tilla në ditët e sotme janë shumë të nevojshme, sidomos për masën e përgjithësi, mirë po edhe për prindrit të cilët çdo ditë përballen me vështirësitë të cilet i kanosët jeta me fëmijët e tyre me nevoja të veçanta apo edhe me autizëm. Po, nga këndvështrimi psikologjik, si do ta përshkruanit jetën e përditshme të një fëmije me autizëm? Ne dim që autizmi është një çrregullim neurozhvillimor, i cili prek disa vështirësi tek fëmijët. Mirëpo, kjo nuk është domosdoshmërisht një pengesë që ata fëmijë në një të ardhme të kenë potencial të zhvillohen dhe vështirësitë të cilet i kanë ti rikuperojnë dhe në një të ardhme të afërt të plotësohen edhe ëndrat e tyre apo talentit të cilin ata e kanë një ditë të vihet në pa. Dhe ne dim që në ditët e sotme rastet po vinë dhe po shtohen, duke llogaritur që nga hulumtimet që po bëhen në Amerikë dhe në rastet klinike të cilet ne i kemi sot dhe i trajtojmë sot. Sepse në ditët e fundit nga hulumtimet thuhet që 1 në 36 fëmijë lind me autizëm. Dhe jeta një fëmijë me autizëm nuk është edhe e lehtë, dhe natyrisht krahas kësaj as jeta e një prindi i cili ka fëmijë me autizëm nuk është e lehtë. Po e them që ndoshta nuk është e lehtë në vendin tonë, për shkak që ende nuk jemi të vetëdijshëm për termin autizëm, ende nuk jemi të vetëdijshëm dhe të informuar për simptomat e hershme, për intervenimet, për trokitjen në dyer të profesionalistëve, sepse çdo intervenim i hershëm është një shpresë për një jetë më të mirë që fëmijët me autizëm mund ta kenë në të ardhmen. Dhe ne e dim që truri i fëmijëve në spektër të autizmit është i formuar ndryshe, për shkak të dëmtimeve në lobat të trurit të cilet i kanë, dhe kjo e bën që një fëmijë me autizëm të ketë mund të them vështirësi në përditshmërinë e tyre, për arsye se janë fëmijë që janë më të ndjeshëm, janë fëmijë të cilët janë më të spikatur, po e flas tek pjesa e zërave, tek pjesa e dritave, pjesa e shijeve, gjana të cilet ne i shohim normale, një dritë e cila për neve është normale, por një fëmijë me autizëm mund të jetë verbuse ndoshta. Mund të jetë aq e rënd sa që thjesht mund të kaloj në sjellje për shkak të mospranimit të saj. Një zhurmë shumë e thjeshtë, e cila për neve është më së normale të pranohet në veshin ton, për një fëmijë me autizëm është aq e rënd sa që nuk mund ta pranoj dhe për mos përshtatjen e tij karshi asaj zhurmës, natyrisht që kalon në sjellje. Pse po i ceku këto gjëra?
është sepse shumica e sjelljeve të cilët ne i shohim që fëmijët me autizëm i kanë prezente, nuk janë që ata i bëjnë me dëshirë, mirë po janë rregullim emocional të cilët ata i përdorin për shkak të stimujve të mbi ngarkuar të cilët i kanë gjatë ditës. Një zë normal i komunikimit që ne i kemi, për fëmijët me autizëm mund të jetë shumë i rëndë që të pranohet. Një shije të cilën ne e konsiderojmë që është shije normale, për ata mund të jetë një shije shumë e rëndë që asesi nuk mund ta pranojnë. Pse fëmijët me autizëm nuk dëshirojnë ndërveprime të tjerët, nuk është që nuk janë të dashur, mirë po janë fëmijë të cilët mundohen të ikun prekjes, sepse kanë hiperndjeshmëri të saj, kanë receptor të dhembjes më të vequar se sa ne. Një prekje që ja bën një fëmijë me autizëm mund të kalojë në sinjalet e trurit shumë më e madhe se sa prekja e një fëmije normal, për shkak të zhurmave në një ambient ku janë më shumë se 3-4 persona, për këtë arsye ata e preferojnë ikjen nga ai ambient. Ose ambientet të cilët janë shumë e dritë, ambientet e jashtme, sidomos në kohën e pranverës, kur dielli është më shumë prezant, fëmijët me autizëm mund të kenë regres, apo mund të kenë më shumë sjellje, për shkak që dielli është më prezant. Dhe ata nuk mund ta perceptojnë dhe nuk mund të menjëherë të përshtaten me atë dritë të cilën e shohin. Këto janë vetëm disa gjëra të cilët ne i kemi bazike në jetën tonë, por për fëmijët me autizëm mund të jetë e vështirë. E mos të flasim pastaj që në shumicën e rasteve fëmijët me autizëm kanë mungesë të komunikimit, ose komunikimi i tyre mund të jetë i varfër për të shprehur diçka, apo mund të kemë përsëritje të fjalëve dhe kjo i bën ende më të papranueshëm në rrethin ku ata jetojnë, në mesin e fëmijëve tjerë dhe në mesin e bashkëmoshatarëve tjerë. Nga përvoja juaj, sa jemi të vetëdijshëm, sa kemi informacion si shoqëri, por kjo ndoshta do të vlente më tepër edhe si familje, se si të sillet me një fëmijë që ka çrregullim të spektrit autik. Natyrisht që për një prind është gjendje e rënduar emocionale kur fëmiu të tij i vendoset një diagnozë. Pavarësisht çfarë diagnoze është ajo. Mirë po, kur flasim pastaj për spektrin e autizmit, që e dim që është një diagnozë e cila do mbetet gjatë jetës dhe do bëjmë përpjekje ne si profesionalistë së bashku me prindërit t'i zbehim vështirësitë të cilët fëmiu i ka dhe një të ardhme të afërm ta bëjmë atë fëmijë të pavarur për shkatësitë e tij të përditshme, ta bëjmë fëmijë verbal me aq kapacitet dhe potencial sa ka, ta bëjmë kontribues të shoqërisë me aq sa ne e shohim që ai po e pranon dhe po ka potencial për këtë. Dhe natyrisht e ceka edhe pak më herët që është shumë e rëndësishme intervenimi i hershëm. Kur një prind e vren që zhvillimi i fëmijës të tij nuk po shkon krahas moshës kronologjike të cilën e ka, më e mira e mundshme është adresimi në dyert të profesionalistëve. Çdo vonesë natyrisht që na çon në forcim ende më shumë të sjelljeve apo të vështirësisë të cilën fëmiu i ka. Dhe sa më herët që trajtohet ky fëmijë, çaq më e lehtë do të jetë edhe për fëmijën edhe për prindin. Nga përvoja profesionale po flas për veten time personale, që kam bagazh 10 vite të punës me fëmijë me nevoja të veçanta, unë gjithmonë ju them prindërve, ju jeni aktorët kryesor për zhvillimin e fëmijës. Fatkeqësisht më vije keq që në shtetin tonë seancat po e them paguhen nga vetë prindërit, ndihmesa është shumë e vogël nga shteti dhe nuk kanë mundësi të gjithë prindërit të mbajnë seanca çdo ditë terapeutike,
sepse natyrisht që kushtojnë dhe mosmbështetja për të financuar ato seanca i bën reduktimin e atyre seancave. Dhe bara më e madhe vendoset mbi prindin, fatkeqësisht. Sepse fëmijët me nevoja të veçanta, sidomos edhe fëmijët me spektër të autizmit, do të duhej së pari 2 orë terapi gjatë ditës. Ose të ekzistojnë qendra, të cilë fëmiu shkon që nga mëngjesi, qëndron për orë të tëra, duke i kryer të gjitha seancat në një vend. Ato ergoterapeutike, logopedike, psikologjike, të sjelljes, çka do qoftë, dhe bara e madhe mbetet në vendin tonë sot për sot te prindi. Duhet ta dërgoj fëmijën në seanca terapeutike, në një vend tjetër ndoshta do shkoj te ato logopedike, në një vend tjetër te ato ergoterapeutike, dhe natyrisht kjo është ngarkesë edhe për vetë fëmijën. Mirë po, prindërit, ka ra raste edhe shoh çdo ditë prind shumë të fortë, prind të cilët nuk po dorëzohen, prind të cilët po e dinë që e gjithë mbështetja çka i duhet atij fëmijës është në dorën e tyre, prind të cilët thjesht nuk e dinë që s'kan ku të kërkojnë ndihmë dhe mundohen me forcat e tyre të bëjnë më të mirën për këta fëmijë. Mirë po, pavarësisht kësaj, ka dhe shumë profesionalistë të cilët e bojnë një punë të mrekullueshme në qendrën ku në trajtoj fëmijët me nevoja të veçanta, mbahen trajnime për prindrit për çdo plan i cili vendosen objektiva të reja. A janë të interesuar që të marrin pjesë? Natyrisht që po. Prindrit janë gjithmonë të interesuar, zbërthehet plani se çfarë do bëjmë me fëmijët në ambientet natyrale. Sepse fatkeqësisht ambientet natyrale po i përkasin prindërve sot. Sepse nuk kemi terapist, po e them, të cilët do e sfidoj fëmijët edhe në ambientet natyrale, që janë marketet, autobusi, parqet e ndryshme, lodrat, restorantet, apo çka do qoftë, dhe në këto raste mbahen trajnime për prindrit se si të punohet me fëmijë me ato objektiva të cilët i kemi të strukturuara brenda qendrës, po ato objektiva të generalizohen në ambiente të tjera natyrale. Kjo po i ndihmon mjaftueshëm prindërve që të jemi në një vit të bashkëpunimit. E di që është e rënë bara që t'ju vendoset e gjithë prindërve, mirë po, mendoj që kjo është e vetma alternativë me pak mundësi të cilët i kemi ne sot, pa mbështetje institucionale, të bëjmë të mirën për ta fëmijë. Do të kthehem pak më herët tek një përgjigje juaja që e dhatë, kur përmendet vështirësitë apo ndjeshmërinë që kanë fëmijët me autizëm nga faktorët e jashtëm. Një nga faktorët përmendet edhe dritën e diellit, por cila është këshilla e juaj, zonja Pestisha, si duhet të sillet një prind, çka duhet të bëjë me atë fëmijë nëse duhet ta nxjerrë jashtë gjatë kohës së pranverës, kur rrezet e diellit, domethënë e kanë ndoshta fuqinë pak më të theksuar, apo që sidomos që ju pengon atyre. Gjithmonë, jo vetëm tek dielli apo tek drita në këtë rast, mirë po gjithmonë duhet të bëjmë tolerime graduale të një vështirësie të cilën fëmiu po e ka, të një sfide të cilën fëmiu po e ka. Nëse sot e shohim që dje ka qenë koha më e vrëntë dhe sot është koha më me diell, të mundohemi të mos e lajmë fëmijën shumë të ekspozuar në ambientet e jashtme, për shkak që kjo do i pengoj. Të mundohemi që gradualisht ta ekspozojmë një ditë të jetë një orë jashtë, dita tjetër të jetë një orë e gjysmë, derisa fëmiu të mësohet me gjithë dritën e cila tashti do të jetë prezente për to. Gjatë kësaj kohe, fëmiu mund të ketë edhe tantrume, fëmiu mund të ketë edhe sjellje për shkak të dritës e cila po i pengon. Ne si profesionalistë dhe natyrisht duhet t'i sugjerojmë edhe prindërit teknikat e qetësimit të cilat duhet të përdoren në momentin që fëmiu ka ndonjë vështirësi
apo në momentin që fëmiu nuk po mund të toleroj diçka. Në këtë rast, kemi edhe materiale të cilet përdoren si teknika qetësuese. Unë zakonisht ju e them prindërve mbani një kuti qetësimi e quaj me vete në çantën e fëmijëve. Që përmban atë? Përmban zakonisht fëmijët kanë materiale të cilet me disa kanë knatësi kur i prekin, sidomos kur fëmijët kanë hiperngjeshmëri të shisave, me disa të tjera nuk dëshirojnë të kenë kontakt me to. Të zgjedhim materialet të cilet fëmijët i pëlqejnë, siç janë topat të cilet janë të butë kur i prekim, apo materiale të buta, apo plastelina ka fëmijë të cilet ju pëlqejnë, dhe ti selektojmë ato të cilet fëmijëve ju pëlqejnë. Ka disa fëmijë me autizëm të cilet ju pëlqejnë gjëra të cilet sjellën, të cilet lëvizin. Ti selektojmë 2-3 lodra të cilet fëmiju i ka më për qefi dhe t'ja vendosim një kuti të përshtatshme të cilën e marrim me vete në çantë. Në momentin që fëmiju fillon të ketë sjellje apo tantrume për shkak të një mos tolerimi të një diçkaje, qoftë zhurmës, qoftë dritës, qoftë prekjes apo çka do qoftë, t'ja prezantojmë kutin dhe t'i thojmë ne e dim që për ty është e vështirë kjo të cilën te po e përjeton, ja marrim dur, t'ja vendosim te kutia derisa fëmiu qetësohet. E rëndësishme është t'i kuptojmë çka fëmiu po përjeton në atë rast. Sjelljet nuk largohen duke bllokuar. Nga përvoja profesionale edhe dëgjoj shumë psikolog apo terapist të sjelljes të cilët i sugjerojnë prindërve ajo sjellje të bllokohet në momentin që ndodh. Fëmiu, Ju si e sugjeroni? unë e sugjeroj që ajo sjellje të zëvendësohet apo të prezantohet diçka që fëmiun e qetëson, sepse bllokimi nuk është zgjedhje. Shfaqja e atij reagimit të cilë fëmijë ka, ajo është emocional dhe kërkon vetë rregullim emocional në ato momente. Kam pas raste në ordinancë të cilën fëmiu është shqetësuar për qafim. Thjesht i ka pëlqy pjesa e përqafimit, edhe kur prindi ka fillu me praktiku përqafimin kur fëmiu ka pas tantrum, sjellja është zbe. Bllokimi nuk është zgjedhje. Bllokimi po e bllokon atë moment një shprehje të emocioneve që është më së normale të ndodh, jo vetëm tek fëmija me autizëm, po edhe te fëmijët tipik. Dhe nëse bllokohet, bllokimi i shpesht i sjelljeve mund të çojë pastaj në një shfaqje në një sjellje të re që mund të jetë edhe më e pa menaxhueshme. Ata duhet të jenë të kuptueshëm, të dinë që kanë prind afër vete që i kuptojnë për sjelljet e cilat po i bëjmë, dhe së bashku me terapistin apo me psikologun të gjejmë teknika qetësimi, të cilet thjesht fëmijët ja prezantojmë në momentin që fëmiu ka sjellje apo ka tantrume apo ka një shpërthim emocional. Kur jemi tek familjet, çfarë terapie, si do t'i mbështetni emocionalisht të gjitha nënat edhe baballarët të cilët ndoshta ndihen të lodhur apo edhe në faj, dhe si ndikon kjo mbështetje psikologjike te ta? Prindërit e fëmijëve me nevoja të veçanta e kanë më së të nevojshme që të kenë një mbështetje emocionale prej profesionalistëve. Në ditët e sotme nuk është edhe aq tabu që prindërit të marrin terapi familjare apo të regjistrohen në ndonjë kurs apo në ndonjë grup mbështetës, të cilët i kupton dhe i mbështet për ata të cilën po e përjetojnë. Sepse ne e dim, të rritësh një fëmijë me nevoja të veçanta apo me autizëm, po e them, në këtë rast, nuk është e lehtë. Është lodhje. Është lodhje emocionale, është lodhje fizike dhe është lodhje kognitive, duke menduar më të mirën të mundshme për atë fëmijë. Nga ana profesionale e imja,
mundona gjatë gjithë kohës t'i kuptoj e t'i mirë kuptoj gjithë se cilin rast i cili vije aty. Po. Dhe mundona që t'ju jap hapësirën që kurdo që ka nevojë, të më shkruajnë, të më thirrin dhe të bisedojmë së bashku. Dhe këtë liri e ka gjithë secili prind i cili vjen aty. Sepse unë e di që ndonjëherë është e rëndë, ndonjë sjellje momentale e fëmijët mund na duket sikur nuk po funksionon asgjë. Edhe sa do zgjas kjo, kur do rregullohet kjo pjesë. Pse po e bën fëmiu em këto? Çka me bo në ato momente ose çka me praktiku në ato momente? Unë e di që prindi gjatë gjithë ditës përballet me vështirësitë e tilla. Mirë po, përveç kësaj, kisha sugjeru që prindërit të marrin mbështetje edhe nga terapist, nga psikolog për të rritur. Për arsye se unë e di që është ngarkesë në të gjitha format e mundshme. Së fundi unë kam hapur një grup mbështetës për prindërit e cilët kanë fëmijë me nevoja të veçanta. Thjesht të ulemi, të diskutojmë, të lirohemi nga gjendja emocionale, të ndajmë përvoja personale tonat, të marrim nga njëri tjetrit ato asë çka mundet me funksionu ndoshta edhe në jetën e përditshme të prindërve. Kjo ndoshta mundet me qenë edhe një shlirim e emocioneve tyre dhe shlirim i gjithë ngarkesës së përditshme të cilat ata e kanë, sepse ne e dim që në vendin tonë nëna duhet të punojnë dhe nuk e kemi hapësirën dhe nuk e kemi mundësitë si në vendet e tjera që nëna thjesht kujdeset për atë fëmijë dhe paguhet pse po kujdeset për atë fëmijë. Po. Ndërsa në vendin tonë, për m'ia dal me një fëmijë që thjesht të merr trajtimin e duhur, të shkojë në shkollë apo në kopsht, të ketë asistente, shuma është shumë e lartë, mujore, dhe i vetëm njëri prind është e papërballueshme që t'ja dalë. Në këtë mes kemi edhe motrat edhe vëllezërit. Si mund t'i kyçim edhe këta në këtë proces në mënyrë të shëndetshme që edhe të ndihmojnë qoftë motrën ose vllaun, por edhe një farë forme ta ndihmojnë edhe prindin në tërë këtë barë ndoshta që i bie ta bardh gjatë jetës. Natyrisht kur flasim për vëllezërit edhe motrat të cilët kanë fëmijë, të cilët kanë vëllezër apo motra me autizëm, është edhe për ta një gjendje e rënduar emocionale. E sidomos varet nga mosha të cilën e kanë. Nëse janë në shkollë, natyrisht ne në ditët e sotme jemi në një fazë të krahasimeve sociale, jemi në një fazë të etiketimeve të cilat ndodhin shumë në shkolla, të paragjykimeve të cilat ndodhin shumë në shkolla, dhe deri vonë po e them ndoshta që këto raste edhe janë fshehur nga të tjerët. Dhe sot, fatmirësisht, kemi familje të cilat nuk i fshihen me rastet e fëmijëve me nevoja të veçanta. I ekspozojnë së bashku me vëllezërit edhe me motrat, mirë po, prap se prap, një barë emocionale e kanë. Unë ju thom shpesh prindërve, mos i ngarkoni më shumë se kaq në moshë të hershme vëllezërit edhe motrat e fëmijëve me nevoja të veçanta. Kur është e duhura? Unë mendoj që derisa thjesht të marr vet iniciativën, sepse do e merr një fëmijë, thjesht motra ose vllau, do e merr iniciativën dhe përgjegjësinë për të kujdesur për atë fëmijë, por jo para moshës 10-12 vjeçare, sepse është ngarkesë. Është ngarkesë duke e ditur që fëmijët mund të jenë me autizëm, mund të jenë ndonjëherë të papritur, thjesht mund të kenë ndoshta edhe lëndime të vetës apo lëndime të tjerëve. Dhe derisa të shohim një stabilitet që fëmiu me autizëm po e ka, që sillet agresive janë larguar, nuk ka diçka e cila është e preme me thik, mirë po një fëmijë moshës 10 apo 12 vjeç, po supozoj që ka një motër apo një vëlla më të vogël në spektër të autizmit, mund të jetë më përgjegjës se sa
nëse japëm përgjithësinë më i vogël se kaq. Dhe ato përgjithësi të jenë minimaliste. Mirë po, duke u munduar që të tregojmë që ne duhet të jemi për krah tyre kur ata ka nevojë. Ne nuk kemi nevojë të ndihemi keq, apo qoftë në shkollë, apo qoftë në të dalura, që ti ke një motër apo një vëlla, po ne duhet ta mbështesim në këto mënyra të cilat janë të përshtatshme për atë fëmijë. Dhe e di që pastaj shkolla mund të jetë, sidomos periudha fillore e shkollës, mund të jetë pak më e vështirë për këta fëmijë, Fëmijë tipik. për fëmijët tipik, Okay. për shkak të paragjykimeve, për shkak të etiketimeve, e sidomos në rastet kur shkojnë në shkollë edhe motra ose vllai i tij edhe ai. Mirë po, mendoj që nëse prindrit e shohin që gjendja është pak më e rënduar emocionale edhe tek motrat apo vëllezërit e tyre, të kërkojnë ndihmë edhe për ta. Sepse ndonjëherë unë kam dëgjuar edhe vetë prindrit të thonë e kemi lënë keq njërin Duke u marrë me duke u tjetrën. marrë me tjetrin, dhe ai fillon i mbyll emocionet, e sheh që nuk është prioritet më për prindrit dhe është një fëmijë tjetër, fillon i mbyll emocionet, i mban në vete, e sheh që prindrit janë të fokusuar në zhvillimin e njërit fëmijë, jo me vedije që e bëjnë këtë gjë, mirë po duke u munduar t'ja ofrojnë më të mirën të mundshme fëmijët me autizëm, dhe kjo ndonjëherë i lën mbrapa ndoshta edhe fëmijët, apo i bën fëmijët vetë që ata t'ja dalin në jetë dhe i bën më të fortë natyrisht. Mirë po prapë nëse prindrit e shohin që dhe fëmiu tjetër ka nevojë për një mbështetje thjesht emocionale, të kërkojnë ndihmë sepse nuk është e lehtë as për fëmijën tjetër. Të dashur miq, autizmi nuk është një kufizim i dashurisë apo i potencialit, por është një mënyrë tjetër e të perceptuarit të botës. Andaj, me informim të drejtë, me mbështetje profesionale dhe me mirëkuptim shoqëror, çdo familje mund të ecë përpara, domethënë për të mirën qoftë vetës, qoftë fëmijët e tij. E nderuar zonja Pestisha, cili do të ishte një mesazh që e drejtoni për familjet, por edhe për shoqërinë në përgjithësi? Së pari, si familje, të jenë mbështetës për fëmijët me nevoja të veçanta, të jenë identifikues dhe informues të mirë që në moshë të hershme me simptoma të para të cilët fëmijët i ka, sepse ceka dhe më hirë çdo intervenim i hershëm na sjell rezultate më të mira në trajtimin e atij fëmijët, ndërsa si shoqëri kemi mjaftuar shumë për të bërë, dhe vetmja gjë të cilën do e kërkoja nga gjithë shoqëria është të mos paragjykojnë. Sepse nuk ka nevojë të paragjykohen, ka nevojë të pranohen, ka nevojë të jemi ne mbështetës, dhe ka nevojë për dorën tonë më shumë se asnjëherë. Prindërit e fëmijëve me nevoja të veçanta nuk e bëjnë një jetë të lehtë, po e flas nga ana emocionale, dhe nëse nuk i ofrojmë ndihmë, të paktën të mos i paragjykojmë. Ndërsa nga institucionet, mendoj që duhet të bëjnë edhe shumë më shumë për fëmijët me nevoja të veçanta, për prindrit, të paktën një ndihmë financiare, simbolike, që mos të kemë prindërit barë mbi ta se si t'i trajtojnë fëmijët, apo si të mundohen të gjejnë pjesën financiare për të trajtuar një fëmijë me nevoja të veçanta, sepse nuk është vetëm barë e dy prindërve, mirë po është barë e secilit prej nesh. Unë po i falenderoj jashtëzakonisht shumë për kohën që keni ndarë të jeni në studion e Radio Kosovës, gjithashtu po ju falenderoj për këshilla, për informacione, edhe për çdo kontribut që dhatë gjatë këtyre minutave. Ju faleminderit shumë, ishte shumë kënaqësi për mua.